Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani është bërë pjesë e delegacionit zyrtar të kryesuar nga kryeministri Edi Rama në samitin e krerëve të shteteve të qeverive të NATO-s. Hasani ka marrë pjesë në takimin e Këshillit të NATO-s në Ukrainë dedikuar diskutimit për situatën në Ukrainë, ku është takuar gjithashtu me sekretarin e shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Marco Rubio, me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurisë njerëzëvendës, presidenten e Komisionit Evropian Kaja Kallas, me homolog nga vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe vende kandidate e tjerë. Përmes një publikimi në rrjetin e tij social, ministri Hasani shprehet se gjatë takimit të Këshillit të NATO-s Ukrainë në Hag, riafirmoi mbështetjen e palëkundër të Shqipërisë ndaj Ukrainës. Ka vlerësuar dhe rolin udhëheqës që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë për zgjidhjen e krizës në lindjen e mesme, siç thekson edhe vetë ministri. Ka theksuar rolin thelbësor në një shtyllë të fortë evropiane për unitetin dhe qëndrueshmërinë e aleancës. Në margjinat e samitit të NATO-s në Hag, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani pritet të zhvillojë takime dypalqe me homolog të vendeve aleate dhe do të marrë pjesë në aktivitetet të samitit ku në fokus do të jetë siguria dhe stabiliteti euro-atlantik.